Kjo është rruga e shembur e Picragës. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në fshatin Picrag, vetëm 3 kilometra nga qyteti i Krujës, konsiderohet tani më një lagje e Krujës. Ajo që shikoni atje është Kruja historike e Gjergj Kastrioti Skënderbeut, ndërkohë këtu jam tek rruga që është shtruar para 3 vitesh. Do doja të denoncoja pikërisht këtë rrëshqitje të rrugës dhe rrezikun që ka kjo shtëpi dhe këta banorë këtu në mënyrë të përditshme që kalojnë këtu, pikërisht nga kjo rrëshqitje e dheu. Sigurisht do doja t'i bëja thirrje autoriteteve që të marrin masat dhe të shikojnë me vëmendje këtë rrugë. Pra këtu jo vetëm që nuk kalojnë 2 makina, po edhe për një makinë shumë e rrezikshme sepse nuk dihet trajektoria e shembjes. Këtu po vazhdon shembja, pra këtu është deri në këtë pikë, ndërkohë më vonë vazhdon shembja e rrugës. Sigurisht që banorët kanë vendosur mjete rrethanore këto gur për të dhënë sinjal që kjo rrugë është shembur, por bëhet fjalë për ata njerëz që nuk e njohin rrugën dhe kalojnë natën këtu, sepse s'ka asnjë lloj sinjalistike, duhet me pas shumë kujdes. Pra ndodhemi diku në mesin e rrugës Picragës, në atë rrugë që e lidh me qytetin e Krujës.